nga Leonard Koja në Window Radio.de. Mirëmbrëma miq, mirëmbrëma dhe përshëndetje, mirë se takohemi në Horizont në puntatën e rradhës. Sot është data 9 prill 2026 dhe unë jam Leonardi live këtu nga studio qendrore në Gjermani. Duke uruar dhe duke shpresuar që të jeni të gjithë mirë, ne fillojmë emisionin e parë për këtë javë Horizont, sepse siç e dini, emisionet Horizont janë ditë e njëjtat, premten dhe të shtunën, ku përpiqemi të sjellim të ftuar të ndryshëm dhe nga fusha të ndryshme apo njerëz që kanë histori dhe mendime apo zëra të ndryshëm. Miqtë mi, duke patur parasysh java në Window Radio fillon që ditën e martë me emisionin Mikrofoni hapur, ku fatkeqësisht prej disa problemeve teknike të serverit qendror këtu në Gjermani nuk u transmetua. Dje ditë e mërkurë ne kemi filluar emisionin e ri dhe për herë të parë në Window Radio, ora poetike me Mozën dhe me Sandrin, pra ko janë të mrekullueshmit Mimoza Hoxha Agastra dhe Aleksandr Shalvari, dy interpretues dhe dy poet, shkrimtar të mirënjohur, ku me zërin e tyre dhe me fuqinë e tyre dhe me energjinë shpirtërore të atyre do jenë pranë dëgjuesve të Window Radio në çdo ditë mërkurë dhe do sjellin njerëz poet të rinj apo poet të arfrimuar, rekujem etj. Pra, po ashtu mbrëm ka qenë dhe emisioni pa kufi si çdo të mërkurë me kolegen Deti Zogu. Sot është e njëjtë dhe ne jemi së bashku. Të nderuar miq, unë dua të rikujtoj për të gjithë ata që janë për herë të parë në Window Radio, apo të rikujtoj edhe një herë mënyrat dhe mundësitë ku ju mund të na ndiqni. Window Radio ndiqet përmes website-it zyrtar windowradio.de, ku ju këtu mund të dëgjoni emisionin live, mund të dëgjoni muzikë 24 në 7, po ashtu dhe mund të lexoni informacionin dhe lajmin e fundit që ne përzgjellim për ju nga fusha të ndryshme, qoftë politika, fusha sociale, showbiz, sport etj. Po ashtu Window Radio është edhe në dy platformat më të mëdha botërore, ku janë pothuajse të gjitha radiot e botës. Aty jemi edhe ne si radio shqiptare, pra është Radio Box ose TuneIn. Mjafton që ju të shkarkoni Radio Box ose TuneIn dhe të kërkoni Window Radio dhe ne do jemi aty non-stop 24 në 7. Këto platforma janë pa pagesë dhe mund të shkarkohen si në Play Store dhe në Apple Store. Po ashtu jemi dhe në platformën Radio Shqip, ku janë radiot kryesore shqiptare, edhe kjo platformë për njëjta procedurë, mjafton që ju të shkarkoni Radio Shqip dhe të kërkoni Window Radio dhe ne jemi aty me muzikën dhe me emisionet live. Po ashtu mund të kërkoni dhe në Google Search windowradio.de live dhe mund të ndiqni emisionin live. Si dhe në faqen e Facebookut, faqja zyrtare e Facebookut është windowradio.de, ku ju mund të komentoni, mund të dërgoni pyetje për të ftuarit dhe mund të bashkëbisedojmë dhe ne në varësi të kohës dhe të pyetjeve interesante apo komentet interesante ne mund të përzgjedhim dhe t'ia përcjellim të ftuarit. Miqtë mi, për të gjithë ata që nuk kanë mundësi, ritransmetimi është në orën 3 pas mesnatë me orën e Evropës, ose ora 21 me orën në Amerikë dhe në Kanada. Po ashtu, emisioni do jetë nesër në faqen zyrtare në YouTube, Horizont Window Radio hapësirë, dhe mjafton që t'i bëni subscribe dhe do t'ju vinë të gjitha njoftimet apo emisionet që ne kemi në YouTube për ju. Miqtë mi, do kërkoja shumë miqësisht që t'i bëni një shpërndarje Facebookut, windowradio.de, qoftë në faqet tuaja të Facebookut, qoftë në për grupe ku ju jeni të antarësuar, që të kemi mundësi të na shtonë sa më shumë miq, sepse sikur e themi në çdo emision, Window Radio është vetëm për ju, ne jemi vetëm shërbëtorët tuaj. Dhe sa më shumë miq, sa më shumë shqiptarë të diasporës të kemi rreth e përqark vetes, ne do bëjmë një zë i fuqishëm dhe do kemi mundësi të komunikojmë dhe të bashkëbisedojmë njëri me tjetrin
të gjithë ata që kanë dëshirë për të promovuar qoftë letërsi, qoftë muzikë, qoftë pra në çdo lloj fushë të artit, të politikës, fushave sociale, kudo që kanë dëshirë dhe kanë diçka për të thënë, Window Radio dhe gjithmonë hapur, mjafton të na shohni përmes rrjeteve sociale ose në numrin zyrtar të radios përmes platformës WhatsApp apo mund të thrasim direkt në telefon dhe ne do përpiqemi të lëmë hapësirën dhe të japim hapësirë cilë ata që kanë një histori për të treguar apo që duan diçka të shpërndajnë apo të flasin me audiencën. Mishimi, ndoshta si shpesh e keni, zëri im sonde nuk është shumë top form, sepse duke patur parasysh edhe këto virozat e pranverës kanë bërë atë punën e vet dhe unë ju kërkoj ndjes edhe për zërin, por do përpiqem që të jem sa më okay, por nëse çdo kush ftofet në dimër, unë ftofem në pranverë, kështu që ju kërkoj ndjes. Emisioni sonde miqtë mi është një emision i veçantë, është emision ku thuhesh më shumë sensibilizues dhe ku ne do të kuptojmë diçka. Njerëzit me aftësi ndryshe në Shqipëri pothuajse janë njerëzit më të vulnerabel, qoftë edhe nga politika, qoftë edhe nga shoqëria, sepse flitet shumë pak dhe aq më pak të mendohet për të ndihmuar dhe jo asnjëherë për të mëshiruar. Por këta njerëz kanë nevojë për suport, kanë nevojë për mbështetje, kanë nevojë që shoqëria mos i shikojë si njerëz të ndryshëm, për të shikojë si element të barabartë të shoqërisë, sepse për hir së vërtetës ata janë element të barabartë të shoqërisë dhe pse jo, shpeshherë dhe me nivele më të larta se sa shumë faktor apo shumë faktorizues së shoqërisë shqiptare. Dhe duke patur parasysh që muaji prill është muaji i sensibilizimit të personave autik apo të fëmijëve autik, apo qoftë në përgjithësi të autizmit, ne sonde nuk do bashkëbisedojmë me një person psikolog apo të fushave sociale, pra me një specialist, por do përpiqemi që të bashkëbisedojmë me një person që direkt e vuan në thelb, direkt që përjeton vetë, direkt që është përveç se prind, por është edhe prindi një fëmije autik dhe do përpiqemi të kuptojmë jo për të kuptuar plagët e kësaj nëne, sepse ajo nënë ja ka dalë të shërojë çdo plagë brenda saj, por me forcën dhe me guximin që ajo ka. Por duam të kuptojmë se sa e vështirë është të edukohet, të rritet dhe të trajnohet një fëmijë autik, sa vështirë është për familjen shqiptare, çfarë problemesh ka familja shqiptare kur ka një fëmijë autik dhe kush duhet të jetë ndihma nga shoqëria, nga shteti. Ne si duhet të qasemi drejt këtyre njerëzve dhe si mund të jemi më pranë këtyre familjeve. Prandaj miqtë e mi, do kërkoja që të afroni pranë valëve të radios dhe të bëni sa më shumë shpërndarje, por edhe të jeni të vëmendshëm dhe të kuptojmë çfarë mund të ndihmojmë të njerëz. Nuk është gjithmonë ndihma vetëm ndihma financiare, por duhet të kuptojmë që njerëz të tillë njerëz kanë nevojë edhe për suport, kanë nevojë për shumë çka në përqasjen e një ndihme. Dhe unë mos azjas në monologun tim, unë ftoj të ftuarën zonjën Alma Topalli Prendi dhe i them mirë mbrëma dhe mirë se më erdhe sonde në emision. Po Alma, mirë mbrëma? Mirë mbrëma Leonard. Mirë mbrëma. Unë të jam mirënjohës që pranove të jesh në emision sonde me mua, pranove që të bashkëbisedim të bëjmë së bashku dhe të mund të kuptojmë edhe ne më tepër dhe përmes nesh edhe dëgjuesit kudo që janë në gjithë botën të flasim për autizmin dhe të kuptojmë diçka më shumë për autizmin. Mirë mbrëma të gjithëve dëgjuesve që po na ndjekun nëpërmjet valëve të Window Radio. Svari ju falenderoj ju për hapësirën, për ftesën dhe për atë prezantim të bukur që kishit bë prive në Facebook. Shumë mirënjohje dhe uroj që ato mesazhe që do të përcjellen sonte të prekun fiks ato
zemrat dhe njëkohësisht edhe vetdijen e personave që jo vetëm që mundën ta kenë pjesë të realitetit të tyre në familje apo dhe njerëz njohur të rrethit familjar, shoqëror, po njëkohësisht edhe ata që s'kan fare lidhje, por që normalisht do t'ju shërbej disi që ta kuptojnë më mirë këtë lloj. Më thënë të drejtën, Alma, me leje të them Alma, të bëj një bashkëbisedim miqësor dhe sa më të thjesht. Unë shpeshherë përdor një shprehje që fatkeqësia mos e rënd askuj, por askush nuk ka imunitet nga fatkeqësia. Dhe duke patur parasysh që ju keni një fëmijë të rritur dhe i cili është me autizëm, ku do e flasim hap mbas hapi, step by step, por do doja, kur e kuptuat ju Alma që jeni nëna e një fëmijë autik dhe kush ishte ai përjetimi para apo ato, si thosh, brenda vetes? Unë kam një djalë sot 20 vjeç me autizëm dhe në jetë. Faleminderit. Ajo, domethënë, vetdia e konfirmuar nga mjeku ishte rreth moshës 3 vjeç, kur ai filloi me bë një lloj regresi në zhvillimin e tij dhe filloi me shfaq disa lloj sjelljesh që për mua si nanë ishin diçka shumë tronditse dhe njëkohësisht ishte edhe turbulluese sepse nuk më rrinsha me i vu një emër, sepse në kohën kur flasim, bat fjalë për 17 vjet më parë afërsisht, nuk kishte ndonjë informacion shumë të madh në lidhje me temën, e aq më pak me diagnozën e saktë, dhe ishte një mjeke që masi e mori në analizë dhe ishin prindë e mi në fakt që e qunë me ba këtë lloj vizite, sepse unë s'kisha forcë me përballu ndryshime dhe edhe me ndëgju atë etiketën që do t'ju vete, sepse intuita e nanës, ndjeshmëria, logjika e gjitha më kishin vu në alert për me kuptu se diçka e rëndë ishte të ndodhur që unë s'kisha në atë kohë forcë me përballu. Absolutisht, kuptohet. Edhe është më të që edhe ne jemi edhe si shoqëri që kemi shumë pak, për mos thënë fare pak informacione kundrejt këtyre problemeve dhe të tilla smundje. Në fakt nuk ishte në fakt është kanë nivel edhe evropian të paktën, po në Shqipëri aq më pak, sepse autizmi si problematik, domethënë vetdia të paktën me atë lloj emërtimi, ka kanë diçka e re edhe në nivel evropian, por në Shqipëri aq më pak. Normalisht domethënë u zhyta në kërkim ma sa mund gjesh atëherë në rrjet informacione dhe ato informacione që gjeta ishin ma shumë helmuse se sa vetdisuese, e vetmja gjë vetdije që atëherë më dha, a më mirë me thënë, përftova nga ai lexim që bana ato informacione që mujta me gjetë, ishte thjesht se jeta eme ishte transformuar radikalisht dhe fjala që ishte që autizmi ishte një problem që do të shoqëronte gjithë jetën e fëmijës tem dhe bashkë me të krejt familjes tonë. Shiko, nëse nuk të shqetësoj, se nuk dua dhe të shqetësoj, por se ishte vështirë ta pranoje ose ta mësoje veten me këtë ndryshim të ri, sepse përmes jush, sikur tham, mund të jenë edhe shumë kush që na dëgjon dhe mund të jetë shumë kush që përjeton këto probleme apo këto ndryshime brenda vetes dhe ka vështirë ndoshta edhe të ambientohen për të pranuar si problem. Absolutisht po. Me thonë se si ishte vështirë është absolutisht me ushtir, ishte një traumë shumë e fortë dhe normalisht traumat e forta kërkojnë shumë suport nga ai ambient ku je, familja, rrethi shoqënor, fare fisi, kush e ka mundësinë dhe normalisht
Pavarësisht tanave në fundit kur bëhet fjalë për fëmin, mbrëmje mlidhjesh edhe do të qahet gjoksi për i dhimbjes derisa ti të nxjerrish atë Absolut. në rrethojë luanin për me përballu këtë lloj sfidet që të vjen nder, edhe pse ti në atë vetdijen tënde, në atë formim që ke, mendon se nuk e ke merituar dhe pse mu thu, sepse normalisht gjithë në atë formën tonë vetdijes e investojmë për mos me meritu disa lloj sprovash aq më tepër te fëmia, por vjen një moment mandej kur njeriu me atë formim, me atë vetdije që ka, me karakterin, me atë kompleksitetin që e përbën një njerëzore në atë formatin e vet, krijon disa lloj, më thënë, forcash të mbrëmshme dhe del në një konkluzion. Konkretisht unë po flas për vete, por ndoshta nëpërmjet meje mund me përcjell dhe ato që kam pa unë apo kam ndëgjuar në raport me shumë nëna tjera, sepse nuk është një rrugtim i shkurt, është një rrugtim shumë i gjatë, rreth 17 vite, që është një jetë e tanë. Dhe është një rrugtim që pothuajse të shoqërojnë gjatë gjithë jetës, një rrugtim i tillë. Absolutisht. Për mu, konkretisht, ka pas një moment, domethënë, mas asaj thymjes, me thonë drejtën, nuk dosha as me jetue. Bisha me fjetë dhe thosha inshallah që e ma nadje. Po, mandej thosha po fëmijët mi, po përgjësia jeme, dhe aty mandej s'mujsha me eli vedit as me hek dorë. Edhe me auru vetës as shpesh, dhe një moment jam lele, kam thonë, para pasyrës, është sfida jote, do ta përballosh, ke me qu në fund, dhe mandej ndoshta tu kenë edhe një farë formimit, unë prej 25 vitesh jam mësuese në gjimnaz, dhe duke qenë normalisht një njeri i formuar dhe që ka lexuar shumë dhe duke synu bile thellë me gjetë kuptimet e thella të jetës, paktën me ato që ne na bjen në kontakt, në puna, jeta. Kam thënë ndoshta kjo është sfida që më jepet mu për me përcjell, jo vetëm me përcjell për tej këtë lloj sfide, por edhe njëkohësisht me vu një gjurmë, sepse secili na sfidohena për me la një gjurmë të bukur, me transformu në atë voglën tonë apo në atë madhen tonë, sa të na jepet mundësia këtë botën që normalisht gjithë ne jena kalimtar, por ama kush vendos mos me hek dorë dhe mos mu dorëzu para sfidave, normalisht që ndoshta një ndryshim e ban dhe e merr një diçka prej fiksa. Jemi të gjithë kalimtarë, por të gjithë duhet të jemi luftëtarë për sfidat dhe për përballuar sfidat. Shiko, duke pasur parasysh që ju jeni një person i informuar, një person i lexuar, një fjalë të për ju keni qenë mësuese, pra një mësuese i gjimnazi, po themi, jo një edukatore kopshti, pra pa dashur të fyem as një profesion, por duke pasur parasysh atë nivelin e lartë tuaj të informimit. Dhe fëmia tha 3 vjeç. Kush ishin ato për vetëm këtij problemi, por si ishte qasja për të a ekziston mundësia për ta patur, për ta dërguar në kopës, si çdo nën, si çdo prim që do fëmijën të angazhojë me pjesën tjetër të shoqërisë të fëmijëve të tjerë. Pra, pak a shumë nëse mundesh, ai sa të mundesh ti një pasqyrim të kësaj moshe. Po. Kjo ishte në fakt, kjo ishte ajo sfida më e madhe mas kësaj traumës, po thonë atë përballjes me një etiketë të gjeniste që ishte autizmi. Problemi më i madh me të cilin u përballa fill mrapa dhe u vova që ndoshta kjo pikërisht ishte sfida jeme që du ta merrsha nga një pikë A me që në pikën B të paktën. Ishte mungesa e strukturave dhe kjo më transformoi radikalisht, sepse më vetëdijsoj se mirë problemi është, po si do ta menaxhojmë vim. Djali ishte në atë moshën që normalisht do të shkote në kopsht, sepse ne jena krijesa sociale dhe ne normalisht synojmë që edhe si mësues, po sidomos si prind, të edukojmë breza që i mas pari të jenë qytetarë të mirë, që të jenë mas pari të zotë të vetës, e mandej edhe
që të Ti përshtatet për ti, sepse në jetën s'mund ta bëjmë vetëm. Dhe sfida ishte e madhe sepse vetdia ishte pothuajse zero në rrethet, po thona, qoftë edhe në nivelet e shkollimit, do fillu nga kopshti e me radhë. Dhe pati normalisht kundërshti, sfida, mungesë dëshire për integrim të djalit tem, sepse normalisht u dukte sikur një fëmijë që është pak si ma i veçantë, po thona, apo që ka kërkesa pak më të mëdha, do në angazhim pak më të madh, dhe normalisht secilët e para ndoshta edhe pa mundësinë, përse mungesa e informacionit si thash ishte edhe për mua, e aq më tepër për ata që se kishin pas hasiqas në gjusi term, por ishte mungesë totale, ishte tamam një handicap institucional që unë u përballa egër, në kuptimin se më dhimbti shumë, sepse fillimisht më duk gati e pa mundën me transformu vetëm. Ndoshta aty keni filluar të kuptoni edhe të ndjerit se jeni vetëm, jeni pa mbështetje. Qofse në hapat e parë ka qenë ajo, po themi ajo dhimbja apo ajo tronditja prind fëmijë, pastaj filluat të kuptoni që jeni një rrugtim pothuajse vetëm. Pikërisht. Edhe në këtë lloj rrugtimit mendova se fiks kjo ishte, sfida jeme, se është një shprehje popullore që themi tek veriu nuk ja din një njishmi tunshmit. Dhe normalisht nuk mund të transformojnë dikush diçka pa e provu vetë në lëkurë se sa i rëndësishëm është ky transformim, ky ndryshim. Ky vumja e një guri themeli për këtë lloj problematike, dhe më mirë se kush mundet me vu, është pikërisht nana që e vun në vetën e parë, dhe normalisht ajo e din që edhe me fëmijës vet, dhe normalisht do t'i prind asaj kauze që mi u suportu pak, s'më thonë, rrugtimin edhe mi u lecu barën aty në nanave tjera që normalisht ndoshta nuk e kanë as komunitin, as ndoshta edhe guximin, ndoshta edhe vetdijen për me hell një hap tillë ndryshimi. Okay. Dhe që në atë kohë, domethënë, unë jam përballë dhe kam vendosur, domethënë, me kriju një diçka konkrete që do të ishte, si më thonë, fole e parë e pritjes. Po, se do vim edhe te kjo pjesë, sepse është pjesa, po themi, dhe pjesët më interesante që jo thjesht Alma, por çdo kush që është si Alma e ka shumë të nevojshme të ketë një suport dhe një mbështetje të vazhdueshme. Por doja të rria pak prapë tek pjesa e hershme, sepse më thënë të drejtën që kur është bërë njoftimi, kam patur shumë pyetje, shumë mesazhe, interesim, dhe duhet të rri pak tek pjesa e prindërimit, sepse duke bërë një analizë të asaj pjesës të interesuar nga dëgjuesit. Një nën me një problem të tillë, e shef si një dhimbje personale apo është një betejë e përditshme? I ka të dyja. Është dhimbje personale shumë e fortë. Sepse kush është prind e din se që domethënë me pas fëmia një problem që mund zgjasë javë apo ku diun. Kur bëhet fjalë për një problem që do të shoqërojnë tanë jetën, aq më tepër që në kohën kur flasim, domethënë çdo gjë ishte aq e mjegullt, aq e turbullt, aq e pa, si më thonë, piketa, ku ti mundesh me pas një lloj ideje se çfarë trajektore do të ndjekish në zgjidhjen apo në si më thonë, përshtatjen në këtë lloj realiteti të ri, po thona, me një problematikë të tillë siç është autizmi. Dhe nga ana tjetër është një dhimbje rrugtimi i përditshëm, sepse normalisht kur s'ke një suport institucional të mirë edukum, të mirë strukturum, të vetëdijsum, me një kontekst social që shpeshherë nuk është suport, por ka shpeshherë edhe të sfidon qoftë edhe me qëndrimin me një lloj gati paragjykimi apo një lloj distancimit në mos të dukshëm të heshtun. Çdo gjë bëhet e pamundur dhe problemi paktën në vetdijen apo në përvojën time, por edhe në shumë nana me të cilat më ka ra tanë të vite me komuniku në biseda të thella, të sinqerta, është pikërisht kjo se shpeshherë domethënë
fillon prej nga fakti që duket sikur je i stigmatizuar. Me bile ka pas një lloj mendësie fillimisht, kush e di çka kanë vaktin apo këta njerëz që kanë meritu këtë lloj sfide. Kuptoj. Në tjetër Kesh edhe një folklorizëm popullor, sepse nuk është të thonë që të kesh bërë diçka dhe duhet të ndjek një problem tjetër. Absolutisht, për mua është diçka që është e superuar me thjesht, por ama shumë në anë të tjera, unë kam një fillimisht më shumë me kuriozitet sepse fatbarësisht në qysh në fillim kam pas një lloj vetdije të krejt ndryshe. Por ama jo të tana nanat e kanë perceptuar ashtu dhe unë shpeshherë alallë sot në nana që thonë dikush më shtyu apo ma largoj fëmin gati me neveria, po ku diun, janë një kontekst ku gjithmonë natyra njerëzore është në rrugtim vetëdijsimi edhe jo tan janë nuk e kanë as pik nisjen, as pik mrritjen njësoj, janë format ndryshme, edhe edukimit, por edhe vetdijet. Ka të bëjë shumë edhe me atë nivelin e vetdijes edhe të individit, sepse çdo problem, sado i lehtë apo i vështirë që të jetë, vetë është problem, por është problemi se sa ne edukojmë veten për ta pranuar si problem. Sepse nëse ne e pranojmë si problem, pastaj do përpiqemi të bëjmë zgjidhje, po pikërisht. Kjo është. Jeni ndier ndonjëherë kështu vetëm bosh, Alma? Me thonë drejtën vazhdimisht. Jam një vetëm bosh jo, sepse kam formën time të vetë balancimit. Normalisht kam pas shumë supporti nga kënë fatlume ke pjesa e familjes, supportit familjes dhe kjo më ka majtë, si me tha një farë mënyrë memën në krye, ku i thonë. Por ama edhe përveç se jena ta njerëzore, kena momente kur jena jena plot me guxim, ka momente kur ndoshta fillon e pyet veten po për çfarë të bën ton këtë luftë, po pse në fundit çajm të ndryshu, kupton, është gjithmonë ajo. Pikërisht kjo është e pjesa që njeriu ndonjëherë edhe ndihet bosh, apo ndihet edhe i pafuqishëm, jo ndoshta bosh, po i pafuqishëm. I pafuqishëm apo ndoshta duket vetja, absurd në atë lloj, duket sikur ka herë gati si Don Kishot me mullit e erës, që ti dakord po lufton, po raporti mes asaj dëshirës mirë tanën, shumë të sinqert, shumë nevojë primare, sepse në fundit një prind e ka shumë të rëndësishme, me marrë fëmin kur është normal, prej në pikën kur lindet deri kur bëhet familjar, faktin i vetit, me shoqënu dhe me pa mirë, por kur e ke një fëmijë me problem, normalisht që asnjëherë nuk mundesh me hek dorë dhe nuk mundesh asnjëherë me kanë rahat. Po kur investon jo vetëm alert, po je gjithmonë me një barë shumë fishe, dhe kur ti investon edhe përtej kësaj barë standet për dishmërisë, se në fundit kena një kapacitet, jena njerëzor dhe ka lollje, ka shterrim, ka nata pa shumë, sepse duhet kena parasysh diçka, se jo çdo kush mundet me ditë, por me rrit një fëmijë me autizëm dhe edhe i madh, dhe kur të futet në adoleshencë, edhe tash unë kam djalin 20 vjeç, unë jam po njësoj, ta natën shpeshherë pa fjet, ta ditën gjithmonë me syt ka ai, edhe nëse dal një moment me kry punë jashtë apo rrallë, me mujt me bën një farë, si me thon, jetë normale, sepse nuk mundesh me kanë vetëm nënën i fëmijë dhe i fëmijës tjetër, po ke edhe i prind me problem, po jeta i ka kompleksitetet e veta gjithsesi, dhe edhe atëherë jeton kohën me kryetin mrapa, sepse do thu mirë, po si do t'ja dalë, sepse personi ka gjithmonë, fëmija ka gjithmonë nevojë për dika që e suporton. Mandej janë edhe nivelet ndryshme të problemit, ka disa që janë ma vetë mjaftueshëm, ka disa që janë edhe ma rane, sepse thuhet autizëm, por autizmi ka nuk e di se sa, të paktën ja 500 lloje spektri, ka shumë. Dhe absolutisht dy njësoj nuk mund t'i gjesh. Dhe kjo e ban edhe ma, si me thanë edhe ma sfiduse në rthojza lojen apo për dishmërinë tonë, sepse
është aq shumë të panjoftuna, domethënë janë aq shumë të pa autizmi është një problem edhe në vendet e zhvilluara ku është standardi më ndryshe, ku është mjekësia më ndryshe, ku janë shumë qendra sociale etj dhe është problem imediat. Por shiko, absolutisht. yes. Sa gjikuese ose paragjikuese është shoqëria shqiptare ndaj këtyre familjeve ose ndaj këtyre fëmijëve dhe a jemi gati ne si shoqëri për të pranuar të tillë njerëz me fësi veçanta apo me fësi speciale ndryshe pa i gjykuar, pa i paragjykuar. Kush është ai mendimi jot që ti përplasesh për ditë ndoshta me të tilla me shoqërinë, po themi, si është shoqëria shqiptare? Mendoj se shoqënitë bëhen ndoshta pranuese ose jo në bazë të modeleve që strukturohen në nivel qendror apo vendor. Patjetër. Dhe më mrapa shkojnë edhe në nivel nacional dhe normal reagimet nivele sociale, ku diun rrethet ndryshme që mundën me kenë pjesë atij kontekstit ku ka persona me autizëm apo edhe me probleme tjera të shëndetit mendor dhe jo vetëm. Mendoj se ne si shoqëni, në fakt më duket se tonë bota e ka humbur orientimin dhe na po shohim për ditë se çfarë lloj tollovie po përjetojmë në nivel global. Ndoshta nëse perëndimi e ka pak të zgjidhur pak ndryshe me shërbime sociale, me qendra rezidenciale, ku diun është edhe standardi kurse sepse një shoqëri mendoj duhet edukohet edhe nga rregulli, nga ligji, nga institucionet. Pikërisht këtu deshta me dal. Ne si shoqëni, domethënë programe ka, për hir të vërtetës diçka ka filluar me lëviz, ka disa kohë që ka filluar me lëviz dhe normalisht këtë lloj lëvizje në sens pozitiv e kanë iniciuar dhe e vijojnë prind si unë, sepse nivel kombëtar po thona që jena disa prind, unë domethënë që kam kënë një farë pike, domethënë nikuse kena pas disa nana dhe në disa qytete të Shqipërisë, Tiranë, Librazh, Korçë, Vlorë. Dhe ka pas përveç këtyre nanave që i prin kauzave të tilla, si më thonë, ka dhe disa njerëz publik, konkretisht gazetar, këngëtar apo ku diun, edhe biznesmen që janë qas këtyre kauzave dhe kanë lobu fort dhe kanë kriju disa modele shumë të mira, por për fat keq jo të vazhdueshme për mungesë fondesh. Sepse modele ka sa dush dhe nuk ka nevojë për me marrë, me shpik safin, po i thona, sepse janë të dituna modelet dhe nuk ka nevojë shumë me hup, sepse unë konkretisht e di se që i duhet fëmijës tem. Por me uzë, ma shumë e di se kudo se i kam pa ato modelet e suksesshme kudo në botë, të fillu te Italia me radhë, më që thjesht ajo që mungon është mungesa e fondeve, mungesa e strukturave që suportojnë këtë kategori dhe kjo është diçka shumë imediate sepse nuk bëhen më kohë si ujë, po i thonë. Që nëse flasim pak më konkretisht, kush janë, pra, ku e keni fjalën ju strukturat, projekte, pra, çfarë është ajo që ju tashmë e dini ose keni kuptuar që kjo po mund të jetë një wow për këtë pjesë, për këtë kategori, pra duhet këtë mbështetje, pra kush është diçka më konkrete? Po normalisht janë qendrat, sepse fillimisht në shkollë po marrim në nivelet institucionale. Në shkollë është bën një farë lloj lëvizje dhe në nivel kombëtar janë vënë disa mësues mbështetës që po shkojnë edhe po sistemohen prej vitit në vit dhe në varësi edhe të vullneteve njerëzore, sepse këtu duhet ta analizoj ka shumë rëndësi vullneti njerëzor për me bë ligjin me funksion dhe me marr frym, si më thonë, masën e shpirtit dhe nevojave njerëzore. Por vjen me shkollën në nivelet ndryshme, nëntëvjeçare, mesme, dhe ka një farë lloj, si më thonë,
përfshirje, po thona, në varësi të nivelit që ka fëmia. Ka disa qendra, thash nivel kombëtar, por këto janë krejt pa mjaftueshme. Dhe mandej mrapa ka një handicap total të dhimbshëm për mua, sepse mi 18 vjeç nuk ka asnjë shërbim që ju ofrohet këtyne individëve që s'mund t'ju thona ma fëmijë, dhe familja është totalisht e pasuportume, fëmia i rritun tashmë nuk ka ma asnjë Po për këtë pjesën e këtij ligji, tani se që t'jemi pak më të qartë dhe ndoshta ju e dini më mirë dhe edhe për hir të që u ka interesuar dhe ta lexoni dhe t'jeni më në brendësi këtij ligji. Pra deri në moshën 18 vjeç, pra ka një farë mbështetje, një farë suporti për këta fëmijë. Por mbi moshën 18 që më thënë të drejtën, tash unë kërkoj ndjes, por mendoj që janë është edhe më vështirë edhe për t'i menaxhuar këta kategori. Dhe çfarë thotë ky ligj tani? Ç'është ky? Ligji ka një handicap shumë të madh në këtë pikë, bile s'mund më u fol për një përmirësim të ligjit për sa i përket ofrimit shërbimeve, njohjes vjetërsisë, domethënë si vjetërsi pune për nanat që u shërbejnë, nanat kujdesare që u shërbejnë të në fëmijëve, nanat dhe prindë në përgjithësi, pra. Dhe çudia ishte se bile u folte, është ala projekt Liz, domethënë, u folte që do të dyfishohet edhe pagesa, që në fakt është lënë shumë për me dëshiru niveli i pagesë në Shqipëri në raport edhe me vendet krejt afër, me Kosovën, sidomos me Malin e Zi, dhe aq më tepër në Europë. Por ishte krejt një handicap i madh sepse mi 18 vjeç, s'u thot asgjë, dhe këtu ka një lloj mungesë të theksume vetdiellë të atyre që i shkruajnë të ligje, sepse duket që shpeshherë nuk përfshin pikërisht prind, që janë ata të parë. Dhe si thosh ai grupi interesit, nëse e themi kështu nga ana. Grupi interesit, por që normalisht duhet të pjesë e çdo lloj tryeze ku flitet për këto lloj temash, dhe pra ishte komplet diçka jashtë logjike, sepse mi 18 vjeç ku do shkojnë ta persona, kush do t'i menaxhojnë? Në rastin më të mirë kanë prind që po u lidh, kanë mas familjes që normalisht duhet punojnë njëri dhe tjetri duhet rrinë. Po ata të tjerë që mundën me pas veç një prind, po ata të tjerë që mesin krejt pa asnjënin, po ata prind që shpeshherë ndoshta duke qenë të afektuar për kësaj situate mundën me pas dhe probleme mendore dhe bile nuk ka shumë kohë që kena ndjek edhe disa lloj ngjarjesh që në këto emisionet investigative që të traumatizojnë dhe të bajnë me kuptu se sa urgjente është nevoja për me pas një dorë të fortë zgjidhje në nivel institucional, por edhe në nivel social, sepse në fundit edhe ne vetë, pa pas nevojë me prit shtetin, mund t'ja suportojnë dhe mund t'ja lehtësojmë jetën njëri tjetrit më sa kena ndorë. Alma, dhe në moshën 18 vjeç, për shembull, çka ka ofruar shteti djalit tuaj? Djali juaj është arsimuar, ka marrë pjesë në arsim, sa ka atë, ose është e mundur që të jetë aktiv në projekte të ndryshme apo në brenda shkollës? Atëherë, djali jam që e ka ofruar shteti. Normalisht është ligji e drejta e gjithë përfshirjes, ligji i arsimit normalisht në klasa normale. Edhe ka mësuese mbështetëse, nuk ka pas domethënë bile kjo është një tjetër luftë që kam bërë në fillimet e mia në 2011 dhe domethënë 2013 djali jam ka pas mësuese mbështetëse edhe keni parin në rrethin e Shkodrës që kam marrë mësuese në mbështetëse, masi unë kam lobu në nivel jashtë institucionit, por te komisioneri për drejtat e njeriut në Tiranë. Sepse ishte një mungesë totale njohje të kësaj drejte për fëmin tem dhe normalisht unë isha përballë disa herë me paragjykimin apo edhe me kundërshtimin. Kjo oftohet kolegëve të mi që pse nuk e çon fëmin tan diku tjetër, sepse fëmijët mund të bezdisin këta të tjerë tipik. Edhe kjo domethënë ka
tjetër sfidë, por që është superu me sukses dhe fal kësaj mandej u hap rruga dhe shumë fëmijë të tjerë në nivel krejt qark ku bile në Shkodrës, morën mësues mbështetës dhe vijojnë me marrë, dhe kjo është diçka që normalisht lëvizi, por të reagu një nan që një lumë bravo e qoftë për të. Dhe të kërkoj ndjesë sepse ndoshta këto pyetjet e mia janë shumë elementare, por përpiqem që të kuptojmë diçka më tepër edhe dëgjuesit, me fjalë të jenë sa më bashkëbesedimi i thjeshtë edhe për audiencën. Absolutisht. E thjeshta është ajo që mund vërtetën dhe në këto s'po kemi nevojë të flasim me terma apo me filozofisë. Absolutisht. Teoritë e filozofisë nuk na zgjidhin. Në këtë rast po flasim për gjëra konkrete, për njëshmëri dhe për ndryshime që realisht duhen të bëhen, por që është nevoja e reagimit Ka specialistë të mirëfill Shqipëria ose mësuesa po themi, apo specialistë të mirëfill për këtë tagër grup njerëzish? Atëherë, po trajnohen në fakt, ka një lloj tendence të fortë që të trajnohen, po bëhen edhe shkolla për edukim special, është kriju një degë e edukimit special edhe në Universitetin e Shkodrës, edhe po bëhen mësues gati për me përballu edhe këtë lloj sfide, por jena shumë mrapa në mënyrën se si qasen çështjeve, sepse shpesh herë si më thonë, ndryshimet vinë aq shumë për gjëra që realisht janë shumë urgjente dhe kjo vinë shumë ngadalë, sepse normalisht është një realitet i përditshëm që kërkon urgjencë në zgjidhje. Edhe kjo e bën që të realitetin e familjeve që jetojnë me këtë sfidë. Alma, ju keni krijuar dhe një shoqatë rreze shpresë në social gabim dhe një qendër komunitare apo rezidenciale Bambi. Është qendër ditore, jo rezidenciale. Qendër ditore, okay. Në Valdez të Shkodrës? Po. Dhe Valdez. Po, okay. Dhe kush ka qenë qëllimi ose kush është ajo ecuria e organizatës e shoqatës rreze shpresë apo e kësaj qendrës ditore, sa jeni përkrahur, sa përkraje keni pas, apo kush është ajo që do donit ju të kishit dhe të jepshin një mundësi ndryshe, apo të kishe një shans për të dhënë sa më shumë mundësi këtyre njerëzve ose këtyre fëmijëve, këtyre familjeve. Po. Atëherë, siç e thekalla në fillim, vedia se ky është një problem që do shoqërojnë tani jetën dhe kjo sfidë personale që më ra mu, më bani me mendu që unë do të helli një hap, që të paktën unë të zgjill diçka me aq sa mundem aty ku jam dhe mandej mrapa ato, më thënë, suporti dhe shtesa e elementeve do të vitë rrugës dhe normalisht do të merrte, si më thonë, atë rrjelljen e vet, ky rrugë tim që normalisht ishte i gjatë dhe nuk u ditë funi. E unë në 2013 kam kriju qendrën Bambi dhe shoqatën Rreze Shprese. Qendra Bambi u kriju, si një nevojë imediate për me mbledh një fole e parë të pritjes për këta persona, po jo vetëm personat me fëmijët me autizëm, por edhe nanat, për me dhënë informacion, për me kriju hapat e parë të shërbimeve që këta fëmijë kishin nevojë, për fshirjen sociale, edhe aktivitete argëtuese, por edhe lobimin që këta nana të fillojnë të kuptojnë që të bëjnë bashkë të tona, sepse normalisht vetëm është e pamundën, po shumë bashkë mundën me sjell ndryshimin, projekte që mandej i ofrova nëpërmjet krijimit shoqatës Rreze Shprese, duke pas gjithmonë në thelb qëllimin që jo vetëm që të ofroj atë që ishte domosdoshme, që unë isha vetëdijshme të fillu për fëmin tem, por njëkohësisht edhe duke synu që
domethënë ta bëjmë sa më profesionale dhe sa më të strukturume në vijim. Edhe gjithashtu dhe tu ofru falas, sepse normalisht duke kenë edhe në zonë, megjithëse Vaudensi është një qytet, por normalisht kena një kontekst më shumë rural. Është zonë rurale, patjetër. Nuk mund të themi se është zonë qendrore, siç është Tirana apo siç janë qytetet të mëdha. Pikërisht, pra, dhe nënat sa më madhe nuk punoshin dhe normalisht niveli ekonomik ishte shumë i lodhur dhe për rrjedhoj normalisht synimi im ishte që ta jepsha falas këtë lloj shërbimi dhe normalisht falas do të jepte vetëm nëpërmjet projekteve duke aplikuar. Edhe fillimisht unë kam fituar një projekt vogël, domethënë sa me sistemu ato lodrat dhe me bëj kontekst, domethënë të këndshëm, një ambient të bukur. Kam fituar si emigrante kthyer për Italijet, ishte diçka krejt minimale, por ama i dha jetë dhe ambientin, domethënë unë ofrova si kontribut i tim Eti që nuk jeton më për fatkeq, i cili më ofroi 35 metra katror ambient krejt rin pedonale që ishte sapo bame, dhe sa bab shife hellen i hapti, tha që të kesh ballin hapt dhe të trokasish më nej që të marrish suportin e duhur. Dhe normalisht kena ofru disa projekte, ka kenë diçka shumë e bukur nisje, po me kalimin e kohës më nej uzbe, s'me thonë, suporti, sepse për që di shpeshherë shumë më të mëdha paresh marrin persona që s'kan lidhje fare me kauzat, dhe apo që dhe nga ana tjetër ata që realisht i prejnë kauzave dhe normalisht e jetojnë veten e parë këtë lloj problematike, çuditërisht mesin pak në hije. Edhe kjo është ndoshta një prej, sfidave tjera që e kena hasur rrugës. Ama, domethënë ky ka kenë synimi i kësaj lloj iniciative dhe normalisht e kena bën pjesën tonë, por në kohë të ndryshme mandej se normalisht projektet janë edhe sporadike, mundesh me konkuru për një thirrje, mundesh mos me fitu dhe ofrimi i shërbimeve mandej me në stand-by. Mbetet kjo një ndër ato sfidat e mëdha tua që si thua ke si ëndër, po themi sepse duke patur parasysh fëmijën dhe ti duke patur parasysh që shërbesh edhe fëmijëve të tjerë. Absolutisht, po kjo ka në sfida më e madhe sepse normalisht unë kam pas ide qysh në fillim të krejt qarta dhe nëse do kisha pas apo do të kisha apo të kem suportin e duhur material, nuk met të asgjë as për dijen, as për guximin, as për qartësinë dhe aq më pak realizimin në mënyrën më perfekte të këtyre shërbimeve, sepse normalisht siç e thash, kush e din më mirë se ku i dhem fëmijë pa një nanë i thon vetë. Shiko, vazhdon me këtë problem. Ju that edhe nëse pa afrohet ndim dhe nuk e di, unë do bëja thirrje të gjithë atyre dëgjuesve, të gjithë atyre që kanë mundësi, jo për mëshirë, sepse Alma nuk po kërkon as mëshirë, por që ka mundësi të alogojnë në i fond apo të bashkohen vetë shqiptarët e diasporës për të ndihmuar këtë nënë dhe përmes kësaj nëne për të ndihmuar dhe prindët të tjerë, për të ndihmuar dhe fëmijët e tjerë, për të dhënë një mundësi ndryshe, pa një mundësi dinjitoze. Mund të kontaktoni direkt me Alma Topalli Prendi, apo mund të kontaktoni edhe përmes Window Radio, përmes nesh, dhe shikoni miq, jo gjithmonë është e nevojshme për të parë se si mund të ndihmohet dikush, por gjithmonë është e nevojshme për të ndihmuar. Dhe këta nuk përkërkojnë as mëshirë, thjesht përkërkojnë një mundësi më shumë për të qenë sa më shumë dinjitoz para fëmijëve të tyre që ka një problem të cilin është e nevojshme t'ju lehtësojnë. Dhe kush janë ato, për shembull, që mund të rifillojë apo mund të riaktivizohet si qendër apo si projekt, se ndoshta unë tani nuk po di të bëja të pyetjen e duhur, pra çfarë kërkohet konkretisht te kjo qendër? Ideja është, Leonard, që qendra përveç se normalisht nuk ka pas projekte të vazhdueshme dhe unë kam pas
ndoshta edhe frenim personal, nuk kam mujt ndoshta me ofru shërbim me pagesë aty në personave që kanë kënë njëjtin kontekst me mu, sepse normal është diçka që është çështje shumë principit shpirtënor më fort se asgjë tjetër. Kuptoj, edhe kur është edhe një dhimbje përbashkët është edhe pak edhe më shtepër në këtë pjesë. Më marketing me diçka që më dhe ma nisoj si më shit gjakun dhe pretendu. Pavarësisht se duhen paret, sepse normal po spate atë vlerën monetare, asgjë nuk funksionon, se normalisht ata që do punojnë do të jetojnë edhe është një rreth, do thënë, jena në këtë lloj kontekstit, nivel, domethënë njerëzor që duhet ana materiale për me kriju një lloj shërbimi. Por përveç kësaj, ideja është që të krijohet një qendër më e madhe, sepse aty te qendra eme mundet me ofru shërbim deri një farë moshe, sepse është strukturuar më sa ka metra katrore, ishte për moshat e fëmijëve kur ishin të vegjël, po ta fëmijët tash janë rrit, djali jam është bë 20 vjeç, kur ka fillu ka ken krejt i vogël, ka ken Kuptoj. Edhe jo vetëm djali jam, por edhe shumë fëmijë tjerë. Urgjente është krijimi i qendrave që duan të paktën në Vaudenj, sepse mundem me nënvizuar i fakt që na iku, ndërkohë që rolli biseda Bashkia e Vaudenjs për çudi është ndër bashkitë që ka më të madh të personave me autizëm raport me popullsinë, dhe për këtë besë bile janë ballë 2-3 emisione. E çudi, nuk e unë e lidh ndoshta edhe me faktin që ka shumë, domethënë është nga që është hidrocentrali dhe ato antenat kalojnë shumë. Kuptoj, mos thosh është edhe kjo lloj infrastrukture, kjo lloj ndotje, Ndoshta. Unë konkretisht, domethënë me shumë prind që kam pas kontaktoj, domethënë vazhdimisht në të vite, e lidh me vaksinën, sepse djali jam ka bërë ndryshimin pikërisht masi kam bërë vaksinën, por ama për dispozitat me sa duket i ka pas që vaksina me hell, një gjendje. Po me sa thot shkenca, për këtë pjesën e vaksinës, sikur shkenca e hell poshtë. Ka qëndrime dyzume, disa hellin poshtë, disa ashtu, por ama është si puna asaj, dikuj mjalti i bandam. Edhe bleta, dika e pickon dhe i shërës, disa mund të qëtë drejt vdekjes, ne na krejt në ryshëm dhe për këtë rrëlloj, domethënë në funda me një bisede kërkon, por ama në kontekstin e Vaudenjsit, të dalë për te i përvojës teme që thash është vaksina, këtë lloj gjaje të shohun si logjike, duke pas edhe lexime edhe filma që kam pa që në kontekste të ndryshme, domethënë sidomos të kësaj lloji ndotje, që është valët elektromagnetike shumë të forta, sepse kalojnë shtyllët e tensionit në altë shumë demën në ajër, mundet me ndiku, por është diçka që metet smart përsipër me. Sa mund të jetë një numër, keni një listë apo një nivel bashkie ka nivel kombëtar. Jo, nivel bashkie po flasim, që nivel bashkiet është e pamundur me dhënë shifra, sepse ndoshta do të isha jo e saktë, sepse ka disa arsye për shkak. Po nivel kombëtar, jemi shumë, kemi shumë. Nivel kombëtar, simas asaj që thuhet, janë 10 deri në 12.000 persona. Çfarë thua? Kurse në nivel bashkiet, paktën me çka kam dëgjuar, domethënë me çka kanë hell bashkies, sepse thash unë kam mujt, sepse duhet kohë dhe projekte dhe fonde për me njek edhe me depistuar rastet, të pas parasysh edhe se shpeshherë prind nuk i deklarojnë ato fëmijët e tyre në disalle janë thjesht që s'marrin ndoshta shërbime fare, edhe unë s'kam pas rastin më njoft, por simas bashkisë paktën 400 vet janë dhe është numër shumë i madh me pulsi që një bashki të vogël si Vaudenj. Bashki i vogël si Vaudenj, se duke pas parasysh që edhe popullsia ka lëviz, ka nikur 400 vet. Është gjithmonë domethënë lëvizje si numër, se prandaj. Patjetër. Jo, nuk diskutohet. Po, jo, okay, nuk diskutohet, por kush janë ato shërbimet bazë që do një person autik, një fëmijë autik, do ato punonjës social, psikologun, do personin që e trajnon, pa kush janë ato
shërbimet bazë që i duhen me patjetër. Atëherë duke pas parasysh për moshat e vogla normalisht është herë integrimi në Në komunitet shoqëri. komunitet përveç në kopsht në shkollë edhe po patjetër duhet përfshihet në qendrat specializume. Përveç se duhet jetë, si më thani, i aksesueshëm gjithmonë shërbimi edhe në çdo lloj ambienti ku këta fëmijë munden me pas, afërsi. Konkretisht exam në Bashkinë Vaudenjës ku jetojmë na, fëmijët përfshihen te një park, te lojnat që bajnë për shembull ato stafi i Karitasit apo vullnetarët e Karitasit, po në kohë të pjesshme, po është shumë e pa mjaftueshme sepse shërbimet duhet vazhdojnë dhe kjo problemi nuk është se zgjat një muaj, 2 apo ku diun. Absolutisht. 2 javë që mund të jenë aktivitete, por e don të vazhdueshëm çdo ditë vitit sepse normalisht si thashë familja nuk mundet me kenë edhe specialist, edhe argëtues, edhe suportues 24, pavarësisht se ajo është aty, por ka nevojë gjithmonë sepse Madje ndoshta dhe familja shpeshherë ka nevojë edhe vetë, si thosh, të shërohet, po themi jo nga kjo barë, po të ketë disa priulla që të relaksohet edhe vetë familja, në fakt. Absolutisht po, sepse fillon e bëhet një rreth vicioz që duket sikur mandej bjen tamam kapaciteti i prindit për me suportu dhe fëmijën e vet në vite, sepse sado forcë edhe dëshirë edhe vullnet, po kalojnë vitet, njeriu lodhet, mendja lodhet, shpirti lodhet, sidomos edhe kur e shef se nuk e ke atë suportin që duhet ishte. Aq më tepër kur jelle një farë mënyrë taksapagues që ti pagun për një të shërbime. Dhe kur vjen puna mandej kusurin e merr vetëm fjalë, kjo është diçka që të lodh dhe fillon mandej ose disa prindër shohin zgjidhjen e braktisjes vendit, dhe kjo është një traumë tjetër për familjen në tana nivelet, edhe për fëmijën vet, sepse është si me shkull për atij humusit. Nuk është edhe kollajt, ndoshta në përgjithësi emigracioni është i vështirë që të stabilizohesh diku, por për këta fëmijë është prapë shumë më vështirë ndryshimi i ambienteve, i gjuhës, i kulturës. Absolutisht. Ndoshta ka kanë bile ajo që më ka marrë shumë mu lidh në vendin ku jam, edhe arsye tjera se normalisht s'kam dash me shkut, do thënë, edhe me ik prej prindëve të mi, se e disha se do ta jetosh edhe më keq situatin. Por tu pas edhe kontakte me persona që jetojnë jashtë, edhe me mjek, edhe me specialistë, ose në tonë të vite unë kam komuniku shumë, biles mund të referoj një mjeke në Gjermani, në Dresden, që ishte tamam pjesë e stafit në një pavion ku trajtoshin këta fëmijë me probleme, me autizëm, po autizëm të rëndë, dhe shpesh herë ajo më referote që je mirë atje ku je, sepse mënyrën se si e kanë këtë lloj polici trajtojnë këta, ku jetoj unë paktën, thotë mjekja, nuk është diçka që më mush, dhe unë shpeshherë të konfliktohem edhe normalisht në nivel parimor me drejtuesit, sepse nuk më pëlqen qasja ndaj personave me autizëm të rritun, të gradë së rëndë. Dhe unë, me thonë drejtën, këtë e kam pas shumë, si me thonë, një lloj frenet fort, se nuk kam pas dëshirë me ikë për shiut e me rënë breshën, edhe kjo është gjë që... Në përgjithësi emigracioni është i vështirë, por për këta, siç është normal, është më shumë i vështirë. Dhe në shteti Alma, sa ka qenë prezent, po flasim të një dhe të kjo qëndra që ju jeni përpjek të ngrini, apo që jeni përpjek të mbani në kam, keni patur suport, keni patur mbështetje? Me thanë, ram dakord që me folë të vërtetën. Jo, shiko, tani ne po si ta... Nuk me ilustru, por po t'ishte kënë shteti, në pozicionin e duan, dhe të kishtë dhanë vëmendin e duan, shumë gjana do ishin zgjidhur me kohë. Edhe aq më tepër në kontekst. Sepse normalisht në një vend tjetër, ndoshta se tash kontaktoj me shumë prind në nivel evropian,
Dhe ata që ditën si ka mundësi që këtu nuk është bën asgjë, ndërkohë që ka një nanë që i ka prej kauzës, sepse në disa vende, për shembull në Tiranë, Down Syndrome Albania, apo dhe Medbaku, Po. i Brazda, apo dhe përqendër që është ndihmoni jetën. Ka disa që domethënë nana që i kanë prej realisht kauzave dhe kanë bën një lloj, si më thënë, ndryshimi real, por që edhe ato janë vështirësi, por ama e kanë ndërtu diçka. Kurse këtu ndoshta jam rasti i vetëm nivel kombëtar që e kam investu prej familjes, edhe të nënvizoj faktin këtu që unë thjesht jam kënë mësuese, e kthyme prej emigrimit dhe baba jem ka punu mjeshtër ndërtimi, murator ashtu si edhe burri jem, pra nuk kena kënë të niveli asaj pasurisë që hidhet kështu dhe po ka kënë tamam me vu prej shpirtit për një kaos që na ka prek personalisht me qëllimin për me e qu në nivel tjetër me dinjitet që na e bam tonën, po tashti bani dhe ju tujen për derisa na jena taksa pagus pari dhe qytetarë dhe është drejta edhe detyra e pushteteve që t'i ndërtojnë këto struktura për derisa marrin atë lloj kontributi prej nesh. Por nuk ka pas atë lloj qasje të serioze, pavarësisht se fjalët kanë kënë të bukura, por asgjë jo. Dhe deri bile para 2 vjeç më duket u angazhu edhe presidenti i Republikës që do bate palë, që do bate një ndryshim për personat me autizëm vëvdes, por çudia e madhe ishte se unë aty as isha e ftuar. Dhe përveç kësaj është fort për vëvdesën, për ju që prini kauzën, si një qenë asë po pra, kjo ishte domethënë si shumë çudi që ndodhin në stil shqiptar. Dhe u subasi gjë mbeti aty. Edhe si thash, unë e kam pas të qartë komplet dhe e kam vazhdoj me pas të qartë se si mund të bate, ku mund të bahet, dhe mundësit janë pafund, se ka projekte pafund. Dhe mjafton që t'u jepshin, si me thanë, ato drita tjeshile për personat që realisht i prin kësaj kauze, edhe t'u lobote jo vetëm nivel institucional, por edhe personave tjerë, se unë di pafund që kanë nimu kur kanë quzanin ata që realisht janë, si me thanë, në pushtet për me realizu diçka. Pa tjetër, nuk diskutohet që është ndihmuar, po është problemi se sa ngrihet zërë dhe në çfarë kanalesh shkon ky zërë, si ngrihet ky zërë. Pikërisht, pra, kjo është, si me thanë, kanalizim, tamam lobimi, në fundit për me kriju një vlerë. Pa diskutim. Pa diskutim, dhe duke patë parasysh që komuna, bashkia Valldesit, që nga bashkia me numrin më të madh për banor, nëse vëllëti për numër banorësh, aty patjetër që nga mëkat mos të ketë një qendër, jo thjesht ditore, por edhe qendër residenciale apo një qendër të mirëfill të kësaj kategorie. Po, Alma, djali jot tash më 20 vjeç, inshallah bëhet i 100. Po, duke patë parasysh djalin tënd, po si djali jot ka dhe shumë të tjerë dhe normalisht, edhe ata që janë fëmijë rritën dhe Zoti i ruajë, inshallah kanë atë mbarsinë e jetës. Por çfarë mund t'i jepet mbështetje djalit tënd për ta patur pak më të lehtë edhe ai vetë ndoshta jetën, ose çfarë si përgatiten këta njerëz për të qenë të aftë sa do pak për veten e tyre? Po, kjo është këtë sfida dhe njëkohësisht ëndra jeme. Sepse janë disa pyetje, këto pyetje që i kam të ndërtuar, se dhe më tepër kam të ndërtuar nga dëgjuesit, që kanë që kur kam nxjerrë njoftimin dhe atëherë djali jam dhe shokët e tij kanë nevojë për këto qendra, pikërisht këto qendra rezidenciale apo edhe ditore si fillim, që këto fëmijë të përfshihen në aktivitete të ndryshme, në bazë të aftësive të ndryshme. Për shembull, djali jam në një periudhë kohe ka kenë një notar i shkëlqyshëm dhe këtë ja kam mësu unë, bashkë me të mshoq që kam shku për çdo ditë, kam qenë liçen se na kena fatin dhe kena liçenin këtu, dhe normalisht kena Mandej ndihmën e kam qenë në pishina, edhe pse për shumë prind tjerë ka kene pamundën, kur kam pas projekt, kam ofruar projekte edhe për fëmijë tjerë, domethënë që të përfshihen në pishina, në volejboll,
në judo, special judo, kena pas bërë në një projekt me UNDP, një skuadër domethënë që i kena përfshi si mas mundësive. Kam bërë një projekt shumë bukur me muzikë. Djali im ka pasë periudha që domethënë ka luajtur shumë mirë, pjesë vogla kuptohet, me organo, e me kitarë, e me piktura. Pra, aktiviteti janë shumë i rëndësishëm, sidomos për moshat që kalojnë mbi 18 vjeç, se këta kanë energji pafund dhe normalisht nuk janë më në atë moshën që ulen tavolinë e shkruajnë vetëm me Patjetër, duhet që t'ju menaxhohet edhe energjia atyre. Absolutisht. Kjo është sfidë e madhe, sepse adoleshentat transformohen kur janë të madh. Dhe mirë, po kur ka marru projekti, s'kena pas ma si ofrojmë, sepse normalisht sa është projekti mundesh me thirr specialistat apo një grup rinor që i përballon, kurse kur marrën projekti metet prap prindi me një atë lloj rutinet që mundet me përballu në varësi të forcë fizike, vetdijes apo mundësive ekonomike që ka, sepse ne mandej kthehena prap në atë realitetin tonë. E po t'ishte qendra që normalisht vjen specialisti, vjen me energji që normalisht jeton me atë punë dhe e ban në mënyrë shumë më profesionale dhe me aq më tepër kur përfshihen edhe moshat e reja, sepse kam njoftë shumë që janë edhe të emocionalisht shumë disponibël që me bë punën me këta persona, normalisht kur paguhen, sepse edhe vullnetarizmi në një pikë ku mandej venitet, se tonë do jetojnë. Por është pikërisht kjo nevoja me i përfshin aktivitete si mas kapacitetit, si mas mundësive, si mas dëshirave apo prirjeve që kanë, se dihet që personat më të rritëm kanë aftësi të ndryshme, mjafton që t'u zhvillohen. Mjafton që t'u zhvillohen, mjafton që të jenë si thosh në kontrollin e specialistëve dhe vazhdimisht në aktivitetin që ata kanë prirje. Dhe ndaj e drejtova edhe këtë pyetje pikërisht për ta thënë sa më thjesht këtë pjesën e prirjeve, pjesën e aktiviteteve dhe për ta kuptuar dhe audiencën, për ta kuptuar dhe miqin e na ndjekin, të gjithë ata, sepse faktikisht dëgjojmë që jepen fonde, mblidhen fonde, bën lobigje për fonde ndërtime, stadiumesh, muze, bën fonde për të ndërtuar, ku diun, çka s'po kërkohet për të mbledh fonde nga diaspora, por unë nuk po i kërkoj gjë askujt. Por mendoni miq secili si të ishit kjo nën apo si të kishit një fëmijë tuaj të tillë. Sepse nuk po kërkohet as mëshirë, nuk po kërkohet as për të ndërtuar një stadium, as për të ndërtuar një muze që nese ta shfrytëzosh për të prodhuar bileta dhe për të fituar lek, nuk është duke kërkuar as për të ndërtuar kisha, sepse në fundit kisha i ka fondet e veta dhe le ta ndërtoj pa i kërkuar diasporës, pa u kërkuar shqiptarëve, apo xhamia, apo çonçi ka, por të bëhemi gjithë bashkë dhe t'i lehtësojmë sa do pak jetën këtyre njerëzve dhe t'u japim mundësi që këta fëmijë të jetojnë me një farë digniteti dhe të jetojnë me dignitet, të kenë mundësi të zhvillojnë përjerjet e tyre dhe pse jo. Nëse pas nese mund të bëhen njerëz shumë të aftë për shoqërinë, se mos harroni se drejtori i Bankës Botërore para 6 vjetëve autik ka qenë. Pra ka drejtuar Bankën Botërore, ka qenë autik. Kështu që ka raste sa të duash në përbot që njerëzit autik, fëmijët autik janë bërë të famshëm dhe janë bërë të zotë të vetvetes dhe kanë drejtuar institucione të rëndësishme në botë. Por absolutisht. Ama ka qenë kjo, strukturimi dhe suporti, sepse se këta persona nuk suportohen, nuk trajtohen në kohë të hershme me terapi dhe nuk vijojnë që të suportojnë rrugtimin në tyre në tjetës dërë një farë pike për aftësimin në tyre, se thamë nuk pretendojmë që të bëhen tanë drejtorë bankash apo... thjesht e përmendë si rast, ka shumë raste që ja dalin dhe ka shumë raste që në fundit nënvizojnë diçka, që këta personat me aftësi ndryshe, sidomos me autizëm, nuk janë një dënim as për familjet edhe as për shoqërinë. Janë ndoshta një formë e Zotit që ka dërgu këto lloj fëmijësh që po rriten për me transformu një realitet, për me transformu një vetdije humane
që kjo botë i përket tanëve në tana format që lind njeriu dhe pavarësisht aty në handicapeve që po thona që mund ketë njeriu kena sa dush raste që pikërisht ata që janë duk sikur kanë handikape kanë transformu realitete, kanë transformu dhe kanë bërë jetën shumë më bukur dhe shumë më fjetueshme. Absolutisht. Joni këtu të kujtoj diçka që mu para pak ditësh e lexova dhe metin mene, edhe ishte një tregim për një murg që kishte jetu shumë vite një jetë normale dhe mandej ishte tërhek një jetë prej murgu dhe kishte një ndjekim të jashtëzakonshëm në rrethe të ndryshme nivele botnore dhe bate shumë udhëtime për vetëdijsimin e njerëzve dhe kur e kishin pyet ishte mundën cila është forca jote apo më thënë sekreti jot për me pas kaq shumë ndikim të njerëzit. Kishte thënë unë tek çdo njeri kur shoh sytë e dikuj shoh Zotin dhe aty vetëdijsohem që do ta trajtoj me respekt dhe të bëj më të mirën që di e mundem. Dhe absolutisht është gjë shumë e vërtetë dhe ndaj unë po e përdor disa herë këtë për të thënë këtë që si puna juaj dhe si çdo prind tjetër, si gjithë prindrit që punojnë 5 ditë të javës dhe ishtu një diele duan ta bëjnë pushim, por imagjinoni një prind që duhet non-stop 24 orë të jetë në shërbim dhe të jetë në shërbim jo thjesht fizik, shërbim mendor, shërbim fizik dhe mos e ketë kohë asnjëherë për të pushuar. Po sikur vetëm 2 orë, 3 orë në ditë të jetë këtë qendër, që këta fëmijë të kenë specialistin, të kenë njerëzit që merren me këta fëmijë, edhe këta prindër mund të jenë më të çlirshëm dhe mund të bëjnë një punë tjetër, mund të jetojnë më pak stres. Pra, miqtë e mi, nuk jam kundra të mbledhjes së fondeve dhe të logimit të fondeve në shumë drejtime, por edhe Bibla dhe Kurani thot, kujdes se vap se mos të vret gjunahi. Pra duhet të dim edhe ku të dhurohet, edhe ku të jepet mbështetja dhe ku të jepet ajo formalizimi i një ndihme. Alma të kërkoj ndjes nëse po komunikoj kështu, por po e kam me fjalë duke e ndjerë në maksimum, jo si mëshirë, por duke ndjerë në maksimum si nevojë dhe është nevojë e domosdoshme që duhet të gjithë të jemi bashkë, të bëhemi bashkë për të shërbyer një kauzë që është e drejtë. Dhe doja të bëja një pyetje. Në gjithë të sfida, çfarë të ka ofruar si përvojë Alma? Çfarë ka ndryshuar brenda teje si njeri, ose kush është përvoja që ju keni fituar nga këtë sfida? Atëherë, gjithë jena nxënës në rrugtim të jetës dhe normalisht sfidat janë, siç thotë Rumi, drita hyn aty ku thyhet zemra. Dhe këto thymje normalisht na bën më të vetëdijshëm, na bën më njerëzor dhe nëse njeriu nuk do të kishte këtë lloj sfidash, nuk do të ishte njeri. Dhe secili prej nesh përballena me tilla, dikush më herët, dikush më vonë, dikush më pak, dikush më shumë, por askush s'ma merr mendje se del prej këtij rrugtimi të jetës pa u sfiduar në një farë forme. Pa diskutim. Në përvojën time si nan kam kuptuar që duhet shumë angazhim i fortë që me met njeri, sepse shpeshherë pavarësisht investimit shpirtëror apo fizik apo material, duket sikur asgjë nuk mjafton dhe ti prapë jetë te pika zero. Por është një lloj alkimie që na transformon ton këtë realitet në atë arin e vetdijes. Dhe shpeshherë me jam referu aty në të mëshmëve që kanë jetu para nesh, se normalisht kena nevojë kajherë me hi në kontakt me atë vetdijen që na vjen e gatshme nga përvojat e mëparshme. Dhe shpeshherë jam kthy aty në që kanë jetu në ekstreme dhe kanë sjell ndryshime, sepse nuk kanë hek dorë
pra nuk kanë refuzu me u dorëzu. Dhe një prej tyne unë e kam si pikë referimi është Viktor Frankl. Është një psikolog hebrej që tu në kampet e shfarosjes mas edhe nërë tjera rëfen shumë çka për ekstremitetin e natyrës njerëzore dhe nërë tjera thot mbjetuan ata që kishin një motiv për mos me u dorëzu dhe ban më të mirën që të edhe mujten në atë rrugtimin e tyne edhe pse ekstrem. Pra, këtu duhet të bëj një pyetje. Pra, që ju keni patur një motiv për të mos u dorëzu, kjo kuptohet dhe ndaj jeni kjo që jeni sepse u ka mbajt ky motiv për të mos u dorëzu. Por ndonjëherë i ka ndodhur Almës si thot vetes, Alma u lodha. Absolutisht po. Absolutisht po. Thash, gjithmonë ndoshta kjo ka qenë ndoshta edhe, si më thonë, mungesa edhe po thona e suksesit. Dhe po janë pikërisht ta njerëzit e mirë, këta të bukurit në shpirt edhe që ka herë ke vend dyshim veten, edhe pse ke investuar gjithçka, edhe prap vend dyshim veten. E pikërisht bie këta lloj njerëzish që luftojnë edhe bajnë gjithçka prap vend dyshim veten. E ka ana tjetër ka herë se sa vetë besim kanë ata që në fakt zbajnë kur gjë dhe thonë kam drejt. Po mu më ka para pak ditësh një gjë shumë e bukur, edhe du me rrëfy. Gjithmonë ma pak rri me njerëz se normalisht nuk kam shumë kohë me hargju në kuptimin për komoditetin tem apo me njerëz jashtë detyrimeve të familjes, se është koha shumë e limitume. Por kur rri me njerëz që realisht flas shpirtin dhe mendën kështu pa filtra. E po folsha me një gazetare, nuk po e citoj me emrin, po është në njerëzit që unë e vlerësoj shumë. Edhe po më pyette, Alma si ka mundësi, tha të shoh shumë tërhekun të kohë. Tha se ke kanë shumë aktive në media, në aktivitete, në projekte. I tham projekte s'kam fitu, ka vite që kam apliku, s'kam fitu dhe bile ka do kohë që s'aplikoj hiç sepse duhet me pagu dhe taksa, thjesht pse je aktiv. Edhe me pagu dhe taksa thjesht pse je aktiv për projekte të tilla? Po, absolutisht. Nëse ti aplikon për një projekt dhe do normalisht në konkurs i desh, edhe nuk fiton, ti normalisht do të kesh. Kjo më duket shumë paradoks sepse ti duke aplikuar për një projekt për një shërbim social, për një shërbim biznesi apo diçka tjetër. Këto janë ligjet. Ata që domthon thellohen e kuptojnë se nëse do me apliku për një projekt, ti do të kesh një jeptin aktiv. Por pas një jeptin aktiv që do paguash siguracionet për një njerëz. Dhe nëse paguan siguracionet për një njerëz, ty domthon aq herë sa ke apliku për një vit, do të pash pagesën për atë rrogë që në fakt se ke marrë, po thjesht i ke dorëzuar shtetit një pagë që unë zakonisht e kam hek për i rrogës teme dhe e kam që shtetit dopjo domthon siguracion. Kjo është paradoks i çuditshëm. Mirë se shteti nuk të ndihmon, por edhe të aplikosh për të marrë një projekt, për të shërbyer fëmijës tënd, për të shërbyer këtij target grupi dhe paguash taksat, paguash tatime thjesht për pjesëmarrjen në projekt, kjo është i thuash një po. Kjo është japësh një bam vetës, sepse kjo është është tamam barë për mi barë me thë kurrizin. Përveç barës përditshme, edhe barës ekonomike, duhet me paguar këtë barën tjetër, thjesht se ti guxon për me bë një për me kërku diçka për fëmijën tënd për këtë grup. Jo vetëm për fëmijën tënd, po për fëmijët se kur aplikoj për këtë grup, po flas për këtë grup, për këtë target grup, për këtë komunitet. Të kërkosh t'i afrosh një shërbim, t'i afrosh një mundësi ndryshe. Dhe shteti të thotë, mjep lek, mjep taksë, paguaj tatime. Ndërkohë që shteti s'mal asnjë lloj përgjegjësie, por ndoshta t'jep një lek lëmoshe që për mua ai lek kempi, sado që t'jetë, për këto kategori personash masiv të kufizuar në Shqipëri, është një lek lëmoshe, është një tallje me familjet shqiptare, është një tallje me prindër, me vëllezërit, me motrat e atij individi, sepse me ata lek lëmoshe kush është ai që të shërben? Kush të rri në shërbim?
Dhe ti i thua prindit, i thua babait, i thua nënës, i thua vllajt, i thua motrës, rri shërbej, po si shërbeve, turp për ty. E tallet pasaj edhe opinioni, ja si e lan, ja si bën, ja si kështu. Kjo është jashtë çdo lloj, ku diun, mendje njerëzore. Ka logjik. Për me vijuat fjalën që Kërkoj ndjes për këtë ndërhyrje, po jo, s'ka problem. Ishte me vend sepse është çudia, është mu skandalizu, por është kjo. Dhe ky është realiteti që synoj me në rrugë. Dhe në një moment po më shifte, tha shumë të thartume prej këtij lloji realiteti. Jam, i thash, sepse kam investu ka shumë, kam lobu në atë formën teme, nuk kam kënë ekselencë, sepse ka kënë një pjesë, domethënë që për mu nuk ka kënë profesion, ka kënë thjesht nevojë që më ka ardhur si pasojë e një realiteti që unë kam guxu me hap për me ndryshu të investu. Por ama kur shoh se sa shumë marrin projekte njerëz që s'kan fare lidhje me kauzat që mi vendosin njëjtin projekt 10 herë dhe marrin pafund fonde, e ndërkohë për këtë kauzë nuk e di, ndoshta edhe fakti që jam me përfshime vetë, po të kisha luftuar për dika tjetër, ndoshta kisha qenë një qëllfish më e suksesshme, po kam pas edhe këtë lloj, si më thon, frenime se e kam pas atë lloj, si më thon, po thona, ku diun, ndoshta një lloj sedre personale që mos të mendoj njerëzit që unë po luftoj vetëm për vete. Po të kishte kënë thjesht Alma lufton pro dikujt tjetër për një kauzë saktume, kishëm pas tanë argumentet e botës, por të kene përfshime edhe si nanë. Ndoshta edhe këtu, shikoj, ndoshta edhe kjo është një mangësi, është si mangësi e jona si shoqëri, sepse ne direkt vëmë etiketat i tjetrit, të kërkojnë ndjesë, vëmë etiket duke thënë ja si po bën për vete, ja kërko për vete, ja si vjen kështu, ja s'bën ashtu, pra është ajo opinioni për me gjithë opinionistat të hallit të tjetrit dhe shumë pak bëni supertues dhe mbështetës. Alma, ne po. Desha me marru këtë, dhe ajo që më vetëdisoj në fakt në fund, ishte se më tha, për çaj je e mërzitun, tha. I thash jam e mërzitun se ndoshta kam bërë shumë gabim që s'jam largu, ndoshta kam bërë shumë gabim që kam harxhu kaq shumë kohë për një kauzë, dhe ndoshta s'jam kënë zoja për me ditë me bind ata që kanë në dorë këta fijet e pushteteve apo të fondeve për me e bën këtë shërbim. Nuk e di, edhe më pau me shumë thellësi dhe shumë vetëdisim për mua, tha. Ajo që ti tha duhet të jesh mas pari, tha, ishme dhe krenare, tha, është ti përveç tanë kësaj që ke luftu, tha, dhe është fakt që na e dim, ti s'ke hek dorë për i fëmijës tanë, tha, vazhdon me majtë tanë përgjithë, sepse ka nana, tha, që janë me shumë ma pak vite, që kanë tanë drejtën e botës, dhe ato me bashtu, dhe i kanë dorëzu fëmijët e ty në për ato qendër ku kanë mujt, apo kanë edhe emigru, për me mujt me marrë pak frym lirisht. Dhe ti hala, po e manë barën tanë në shpinë, dhe s'po merr frym fare lirisht, edhe prap shqetësohesh se si me ja dalë, për me që këtë kaos deri në fund. Dhe kjo për ty duhet jetë një motiv që ti, jo vetëm të mos e kush dorë, po mos e dhunosh kaq shumë veten që ku gabova dhe pse s'ja dola. Jam plotësisht dakord me atë zonjën dhe edhe unë pikërisht këtë do të thosha. Sakrifica jote është e shenjtë, është e jashtëzakonshme. Është për të marrë shembull prej asnjë prindi mos e fatkeqësia. Por ti sikur e the edhe ti disa herë gjatë emisionit, jemi njerëz kalimtar, jemi njerëz që kemi marrë me mision secili në këtë jetë. Secili në një mënyrë një tjetër ka sfidat e veta të jetës. Dhe që bësh bisht sfidave, sfidat janë ato që të bën probleme dhe të ndjekin gjithmonë. Të përballesh me to, gjithmonë do krijosh zgjidhje. Dhe ti je një motiv jo vetëm për fëmijën tonë, jo vetëm për veten tonë, jo vetëm për familjen tonë. Ti je një motiv për të gjithë shoqërinë, për të gjithë ata që të njohin, sepse kjo duhet të të pri që ti thuash vetes po Alma. Dhe çdo rrugë ka vështirësitë e veta, por asnjë rrugë nuk është pa rrugë dalje. Absolutisht. Dhe shiko, ne mund të kemi shumë për të thënë. Folëm sa folëm, tham sa tham, por një pikë
shkojmë dhe mbesim. Që jo Alma, por njerëz si Alma, prindër si Alma, ka nevojë për një suport të sinqert dhe për një mbështetje të sinqert. Dhe duhet, nëse kushdo që na ndjek apo kushdo që ka mundësi ta përcjell këtë thirrje apo të përcjell këtë emision në kanale të ndryshme ku është mundësia të logohet apo të logohen fonda apo etj. Mendoni që ky emision nuk po bëhet as për mëshirë, as për të kërkuar thjesht një ndihmë. Por ky emision po kjo bisedë me Almën është një motiv për të ngritur dhe për të zhvilluar një kauzë, për të çuar një kauzë drejtimin e duhur, se ata fëmijë dhe ata njerëz kanë nevojë për specialistë dhe kanë nevojë që veprimtaria e tyre, mundësitë e tyre, prirjet e tyre të jenë në dorën e specialistëve dhe ata asa të mundur ta shijojnë jetën dhe ta kenë jetën në dorët e tyre. Alma, nuk e di nëse ke diçka për dëgjuesit, për audiencën, apo diçka që ne nuk e cekëm dhe nuk e thamë, që kishe dëshirë ta thoje, por unë përpoqja që komplet të bisedë, duke patur parasysh, sikur e thash disa herë, edhe pyetjet, interesimin e dëgjuesve, u përpoqja ta ndërtoj në këtë lloj mënyre. Atëherë unë spari shpreh mirënjohjen për këtë bisedë, sepse në raport me njerëz që realisht në anin, me shpirt, jo vetëm me vesh, jo vetëm zhvillohna, por në fundit marrim atë mushtin e jetës për me ecë përpara dhe me përballu sfidat në vijim. Respekt për tanë ata që na ndëgjojnë me vëmendjen këtë takim sontëm, edhe ata që do ta ndjekin kur të kenë mundësi. Besoj që normalisht ashtë thanë dhe thuhet vazhdimisht që bashkimi bën fuqinë dhe në këtë botë ku po sillet përmys krejt, ajo që është në krejt sistemet po diskutohen dhe na po shohim se po vetëdijsohen në fakt në nivel global, besoj, dhe vetëdia më e madhe po vjen e po mlidhet në një pikë që nëse na nuk respektojmë tamam atë që njehet e drejt në shpirt. Dhe nëse na nuk bëhna palë për ndryshime radikale në kuptimin e mirë të fjalës, në shërbim të jetëve njerëzore, nuk do të mundena kurrë me kenë krejtësisht qetë, sepse thame, jeta është e tillë një farë forme të gjithë dhe do na përballë me sfida, dhe nëse një sfidë sot e injorojmë, ndoshta nesër do të na vinë në një formë tjetër, dhe nëse se vëmë atë gurin e themelit, apo nëse nuk e japim atë, si të thonë, atë qëndrimin apo kontributin ton, atëherë kur kena mundësi, ndoshta nesër do ta shohim një formë tjetër, sepse e tilla është jeta, besoj unë. Bashkimi ban fuqinë dhe transformimi vjen prej zemrës ndjeshme, prej njerëzve që realisht respektojnë dhimbjen e atij që ashtu to jetu një moment, me mendimin se ndoshta nesër do vinë mu. Uroj që mos të vinë kurrë apo mos të vinë kurrë personave, por ama jeta është e tillë. Imunitet nga fatkeqësitë nuk ka askush. Askush nuk duhet të thotë mos më ndodh, askuj mos i ndodh asgjë, absolutisht sikur një thua ta pres pak më tepër me presën e thojve, askuj, por ama askush në këtë planet nuk është imunitet nga fatkeqësitë. Dhe askush nuk mund të thotë që mos me vjen. Një botë, absolutisht, dhe sidomos një botë ku e kena pa që çdo gjë të fillu pritet sistemi shëndetësore në vijim të tanallojit të sistemeve, po veç çdo gjë ndryshim. Ne para punë s'padim çfarë për miellim mbaçet tona, çfarë po hamë, jo po dim për gjëra të tjera. Dhe këtu çdo ndryshime fillon tamam të e vogla, atë që na thorim se sa është mirë dhe investojmë me shpirt apo me para apo me kohë apo me vëmendje apo me suport që të formohem për mirë, sepse thash unë konkretisht po edhe me shumë njerëz që një gjoj apo komunikoj, qoftë edhe virtualisht, besojmë diçka që është në fakt
shumë evidente në këtë kohë që duhet të bëjnë pali një ndryshimi pozitiv sepse çdo gjë duket sikur ka nevojën e ndikimit të vogël të personit, se në fundit është individi, është një individi, një njeri, tamam si që Liza e shnosh që thuhet që balancon një trup të smur, edhe një individ i shnosh në kuptimin e vetdijes, të emocionit apo të ndikimit pozitiv mundet me shëru një kontekst saktum social aty ku jeton e punon. Pra forca e individit për mua është e pamatë dhe secili prej nesh e kena detyrim që ta bëjmë këtë gjë. Absolutisht. Alma, unë të jam mirënjohës që ti ishe sot dhe më ndërove në emision dhe na edhe mundësin të komunikojmë dhe të njohim diçka më tepër rreth autizmit, rreth sfidave, rreth problematikave që e rrethon përditshmërinë e një prindi kur ka një fëmijë me këtë sindrom me autizëm, dhe uroj dhe shpresoj që motivi juaj, forca juaj, kurajoja juaj të mos demoralizohet asnjëherë, por të jetë gjithmonë shembull për të gjithë dhe të jetë gjithmonë një rrugë motivi, një rrugë rrëfimi që të ndërtohet dhe të bëhet më mira për këtë kategori dhe për këta njerëz që të jetojnë sa më të dinjitetshëm jetën e tyre. Absolutisht. Shpresojmë shumë sepse thame dhe vijojmë me thonë nuk ka mungesë në asnjë lloj gjajet, ma fort se ka mungesë vëmendjet, dhënie e prioritetit aty në problematikave që kanë nevojë urgjente për zgjidhje dhe në fundit ku ka ma prioritet se sa fëmijët, se sa jeta. Dhe është fëmia jem, nesër mund të jetë fëmia i kujto. Për çdo lloj problemi, por ne po flasim për autizmin. Dhe nëse na nuk nikojmë që të ndërtojmë një botë ma të mirë për fëmijët tonë, atëherë për çfarë jena tu jetu, për çfarë jena tu punu. Absolutisht. Të falenderoj Alma, të falenderoj shumë. Ju falenderoj të gjithëve, uroj të në të mirëve ju që më ftu dhe të gjithë aty në që në në gjumë. Uroj ma të mirë në Ujdo radio dhe gjithmonë mbështetje e juaja, për mbështetëse e çdo kuj që ka një kauzë dhe çdo kuj që kërkon një zë dhe ne jemi gjithmonë në krahun e të gjithëve ju. Shumë suksese Window Radio, sepse besoj që do të ketë ndikim jo vetëm për këtë kauzë, por për çdo lloj kauze, sepse kur investohet shpirt në ato që ti bën, secili prej nesh bën, rezultati edhe pse ndoshta mund të punojë ka më ardhmë me siguri. Shumë sukses, respekt për punën, për kohën dhe për çdo gjë që ndam sonte bashkë. Shumë faleminderit. Mirënjohje pafund. Ju. Të nderuar miq. Ky ishte biseda sonde në horizont me Alma Topalli Prendi, ku folëm për autizmin, duke patur parasysh që muaji prill është muaji i sensibilizimit të autizmit, dhe siç ndoshta një bisedë të rrjedhshme dhe një bisedë shumë të thjeshtë për të kapluar nga emocionet, të mbushur me emocione, që Alma përcolli tek unë dhe përcolli përmes valve të kësaj radio për të gjithë ju, duke patur parasysh që ka ajo vetë një fëmijë autik ku tashmë ka në moshën e rritur për mbi 20 vjeç, dhe dëgjuat që sa pak, për të mos thënë fare, i ofrohet shërbim këtyre fëmijëve. Dhe ajo, pra Alma, asnjëherë nuk kërkoi asnjë lloj ndihme, asnjë lloj mëshire, por thjesht kërkoi vetëm një mundësi, që këta fëmijë të bashkisë së Valldesit, pra po thamë mund të jenë rreth 400 fëmijë autik të moshave të ndryshme në atë zonë, por sa mund të ketë edhe të tjerë që ndoshta nuk janë të lajmëruar apo ndoshta mbahen të fshehur nga prindërit, por urojmë që mos të ketë edhe të tjerë, urojmë që edhe kjo shifër të bjerë, pra mos të kemi njerëz me probleme, por ja që këto probleme ekzistojnë. Dhe Alma është përpjek me mundësitë e veta, me kushtet e veta, me suportin e familjarëve të vet, me suportin e babait të ndjerë të saj, të ndërtoj një qendër të vogël ditore për këta fëmijë, për të patur këta fëmijë sa të pak shërbime, për të patur sa të pak
një aktivitet ndryshe për te i ati aktivitetit familjar. Por fatkeqësisht Alma jo se ka dështuar Alma, ka dështuar shoqëria për të ndihmuar Almën, ka dështuar shteti për të ndihmuar Almën, për të ndihmuar këtë target group. Pra Alma apo njerëz si Alma apo prindër si Alma asnjëherë nuk dështojnë. Jemi ne shoqëria ata që dështojmë, që nuk i japim suportin e duhur. Jemi ne ata që drejtojmë fondet drejt stadiumeve, drejtojmë fondet drejt reality show, drejt Big Brotherave, drejt përputhen e çpërputhen, i drejtojmë fondet e donacionet tona drejt muzeve që nesër bën private e fitojnë lek, drejtojmë fondet tona drejt kishave, xhamive, pra nuk jam kundra askuj për të ndihmuar edhe kisha, xhamia, stadiume, reality show, gjithçka më jepni, keni mundësi, jepni, nuk ka asnjë problemi. Por mos harroni që këta prind janë vërtet herojnë e gjallë, herojnë të heshtur të gjallë të kësaj jete. Sepse nuk janë vetëm prind të fëmijëve të tyre, janë prind që përrisin individ, përrisin element për shoqërinë. Dhe ne si shoqëri duhet të jemi ata të parët që të japim atë mundësinë për të thënë që ne jemi këtu, për të thënë që ju jeni si ne, për të dhënë atë pjesën e ngrohtësisë së bashkëpunëtorit, ngrohtësisë individit, ngrohtësisë të elementit shoqëri. Pra miqtë e mi, mendoni që një fëmijë i lumtur nuk është atëherë kur ka një makinë të bukur. Një fëmijë i lumtur apo një i rritur i lumtur nuk është atëherë kur ka portofolin plot me lekë. Por mendoni që jeni më të lumtur nëse dini të prinderoni pikëspari për fëmijët tuaj dhe pastaj të dini të jeni njerëz human për të shërbyer që edhe fëmijët e tjerë apo edhe prindërt e tjerë sadopak t'ju lehtësohen barrat që vetë jeta u ka dhënë sfidë përballë. Nuk keni nevojë për fjalët e mia, të gjithë jemi njerëz, të gjithë dimë se çfarë bëjmë, të gjithë jemi të rritur, por shpresoj që të jemi të rritur më shpirt dhe jo të rritur më mend. Më mend, o miqtë e mi, mos u rriqi asnjëherë, u rriqi shpirtërisht. Ky është emisioni për sonde, ju përqafoj përzemërsisht, ju falenderoj përzemërsisht për kohën që na dhuruat dhe që na suportuat sonde, për mbështetjen tuaj, dhe emisioni siç thash është në ritransmetim në orën 3 pas mesnatë ose në orën 21 me orën në Amerikë dhe në Kanada, dhe nesër emisioni do jetë edhe në faqen zyrtare të YouTube-it Horizont Window Radio Hapësirë dhe nëse mbrëma do jemi në emisionin e radhës në Horizont me një tjetër të ftuar dhe me një temë tjetër interesante dhe besoj që të jetë shumë atraktive edhe për ju si dëgjues. Nga Leonardi, natën e mirë dhe kalofshi mirë. Horizont nga Leonard Koja në Window Radio.de.